Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare ka nxjerrë për konsultim publik projekt rregulloren për sigurimin e jetës të lidhur me pjesëmarrje në sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike, i cili përcakton procedurat që duhet të ndjekin kompanitë e sigurimit dhe qytetarët për të investuar paratë e sigurimit të jetës në tituj qeveritar përmes fondeve të investimeve. Primi i sigurimit të jetës i lidhur me pjesëmarrje në fondet e investimit, i cili paguhet nga i siguruari ose kontraktuesi, përbëhet nga primi për sigurimin e jetës, pra shuma e parave të sigurimit që përdoret për mbulimin e ngjarjes së sigurimit në rastin e vdekjes ose të mbijetesës së të siguruarit, përbëhet nga primi për investim, pra pjesa e parave të sigurimit që përdoret për blerjen e kuotave në fondet e investimit, të miratuara nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, si dhe shpenzimet operative, pra pjesa e primit të sigurimit, i cili përfshin komisionin e ndërmjetësimit, si dhe shpenzimet të tjera administrative. Shoqëria e sigurimit është e detyruar që primet për investim të investojë për blerjen e kuotave në fondet e investimit, të miratuara nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare. Kompania e sigurimit është e detyruar të njoftojë të siguruarin lidhur me numrin e kuotave të blera, çmimin e blerjes së kuotës së fundit të investimit dhe shpenzimet për këtë transakcion për çdo blerje nga portofoli i investimit. Por çfarë ndodh me paratë e investuara në rast se kompania e sigurimit mbyll aktivitetin e saj? Në rast të bashkimit ose likuidimit të fondit të investimit, shoqëria e sigurimit duhet t'i japë mundësinë të siguruarit të kalojë në fond tjetër, të administruar nga e njëjta shoqëri administruese, ose të kalojë në fond tjetër të administruar nga një shoqëri tjetër. Shpenzimet lidhur me transferimin merren përsipër nga shoqëria e sigurimit. Në rast kur i siguruari nuk pranon të kalojë në një fond tjetër investimi, kompania e sigurimit do t'i paguajë të siguruarit vlerën e portofolit investues, pa aplikuar komision dalës dhe do t'i kthejë pjesën e pashfrytzuar të primit për sigurim.